Përshëndetje, mirë se vini, flasim hapur në Durrës Live. Vazhdojmë me maratonin e prezantimit të kandidatëve për deputet për qarkun e Durrësit për zgjedhjet e 11 maj 2025. Kemi të ftuar sot zonjën Jonida Çeçe nga Partia Mundësia. Faleminderit që jeni flasim hapur, zonjë Çeçe. Faleminderit juve që më dhatë mundësinë të flas për qytetarët durrësak. Mund ta thoni diçka për veten, ju lutem, sepse me 11 maj banorët e qarkut Durrësit do votojnë dhe kanë një seri të gjatë partish dhe një listë të gjatë kandidatësh. Dhe arsye pse jeni këtu është për t'u prezantuar dhe për t'u thënë atyre përse duhet t'ju votojnë ju. Jam Jonida Çeçe, kam 15 vjet në Durrës që ushtroj profesionin si ekonomiste. Kam një zyrë timen në shërbim të biznesit në Durrës. Dhe që lidh me politikën, ishit shumë mirë, keni një zyrë tuaj. Shumë mirë mund punoni aty, siguroni për familjen aty, dhe merrni një hap kaq të madh për të hyrë në politikë, madje me një parti që sapo është krijuar si Mundësia. Është pyetje shumë e drejtë në fakt. Unë e kam ndjekur figurën e Agronit nga televizioni dhe më ka pëlqyer shumë si politikan dhe si sipërmarrës. Duke qenë një njeri që e ka dalë vetë, me forcat e veta, edhe i drejtë, mendova pse jo mos ta ndjek këtë rrugë, mos t'i bashkohem kësaj partie të re. Sigurisht që profesioni nuk është se do ngelet mbrapa. Mendoj që është një rrugë në rritje, në vazhdimsi, por pse jo politika, për ta ngritur zërin për problematikat që ka biznesi dhe qyteti jon i vogël. Dhe ju afrua zoti Shehi ju, apo kontaktuat ju me të? Si ishte lidhja midis jush dhe Partisë Mundësia dhe zotit Shehi? Isha unë që i kam shkruar Agronit dhe kam shprehur dëshirën që të jem pjesë e partisë. Jam një nga personat e parë që ka qenë dhe themeluese e Partisë Mundësia. Dhe Partia Mundësia ka një vit e gjysmë, më duket që është krijuar. Po mirë, nëse mund t'ju bëj një pyetje, cilët e bën dhe qytetarët. Zoti Shehi, një deputet me një staturë caktuar politike, cilën ju sapo thatë që admironi, nuk është i provuar në qeverisje. Thjesht një deputet, i zgjedhur në asaj kohe përmes një partie tjetër, shkoi në Kuvendin e Shqipërisë, ka mbajtur qëndrime të caktuara, por si shtetar apo drejtues qeveritar është i paprovuar. Çfarë ju bën juve të keni besim te ai që nëse ai do jetë një lider ekzekutiv i suksesshëm? Agroni besoj që i ka treguar aftësitë e tij në sipërmarrjen biznes që është shumë i zoti që t'ia dali vetë me forcat e veta. Partitë e vjetra ne kemi 35 vjet që i kemi provuar, e shikojmë se ku jemi, dhe çfarë kanë bërë. Pse mos t'i jepet mundësia dikujt, një partie të re, që të shfaqi veten, të japi mundësinë të gjitha partive të reja, ta kryojnë atë grupin e vetë parlamentar, ta shfaqin veten e tyre. Dhe çfarë garancie kemi ne që jeni shumë më të mirë se sa ata? Jemi përballë dy modeleve. Modeli të vjetër, që ka 35 vjet, me të njëjtën mënyrë, thjesht është bërë rotacion, dhe kemi modelin e ri, që jemi ne. Ka diskutim që jemi ne. Dhe në listën e kandidatëve deputet në Partinë Mundësia, cila është tipografia? Pra jeni profesionist, jeni të rinj, ka varietet? Atëherë, tek listat e Partisë Mundësia janë të gjithë qytetarë të thjeshtë që e kanë dalë vetë me forcat e tyre, pa ndërhyrjen e politikës dhe të pa angazhuar më parë në politikë. Cili do jetë rezultati i partisë suaj në qarkun e Durrësit? Keni një ide? Keni një parashikim? Sipas sondazheve nga kompanitë e huaja, ne kemi një 10% votuesish në rang kombëtar dhe mendojmë që do krijojmë një grup parlamentar për të hyrë në parlament, për të krijuar atë forcën e tretë politike në vend. Forca e tretë politike? Ju aspironi për të qenë forca e tretë politike në vend? Forca e tretë mbas dy të mëdhave, pra. Dhe pas 11 majit, në qoftë se ju arrini këtë ambicie që keni,
Të bëni koalicion me një nga partitë e tjera? Sigurisht që jo. Pse sigurisht? Agroni e ka thënë shumë qartë. Ne jemi një parti e re, Po, kemi vizionin ton, programin ton, jemi një parti e djathtë, por nuk duam të përzihemi me ata që janë provuar, e kanë treguar veten e tyre dhe nuk na kanë dhënë rezultate. Jemi këtu ku jemi. ju vetë, zënë Qeqe, nëse zgjidheni deputetën në Kuvendin e Republikës së Shqipërisë, si do ngreni ju zërin për banorët e Durrësit? Mbas datës 11 maj, që shpresojmë shumë që të jemi zgjedhur për të përfaqësuar qytetarët durrësak, nga eksperienca dhe ata që më njohin e dinë shumë mirë në kohën e tërmetit se kush ka qenë Jonida, se si unë i kam përfaqësuar qytetarët durrësak. Unë kam qenë një aktiviste që kam ngritur zërin për problemet e tërmetit, për të gjitha mangësitë që ne kemi patur, si në ligj, si në infrastrukturë, në të gjitha. Unë kam ngritur zërin. Mbas datës 11 maj, në qoftë se unë zgjidhem si deputete për të përfaqësuar qytetin e Durrësit, pa diskutim që do ta vazhdoj këtë rrugë duke ngritur zërin edhe më lart, edhe për probleme të tjera, ekonomike, sociale, të qytetarit të thjeshtë. Unë përfaqësoj qytetarin e thjeshtë, jo ato lartë. Zëra Qeqe, a ishtë programi juaj? Po. Ky është programi jonë. Mund të thoni për ndjekësit tanë, për banorët e qarkut Durrësit, disa prej pikave të programit. Sepse të gjithë thonë partia e re, ideologjia e re, vrulli i ri, energjia e re, etj. Po ndërkohë, pyetjet themeltare janë si do jetë jeta e qytetarëve pas 11 majit ose në të ardhmen. Shëndetësia, arsimi, janë shumë sektorë të jetës. Shkurtimisht disa prej pikave të programit tuaj. Një pikë shumë e rëndësishme në programin ton është mbështetje 100% për drejtësinë. Ne jemi për drejtësinë. Në ç'kuptim? Luftë e pa kompromis kundër korrupsionit, për një Shqipëri të drejtë dhe të sigurt. Është pika jonë kryesore. Pika jonë e dytë është përgjysmim i taksave. Sa më pak taksa për qytetarët shqiptar dhe sipërmarrësit e vegjël. Ndërhyrja sa më pak e shtetit në biznes. Një liri të biznesit. Sigurisht jeni parti e djallë. Po. Dhe normalisht do e kërkoni këtë. Pa diskutim. Konkretisht, se ju vini edhe nga jeni llogaritare apo jo, si quhet? Po, ekonomiste. Ekonomiste. Atëherë çfarë nuk kuptoni me këtë? Duke qenë se vi nga fusha e biznesit, ekonomisë, unë e di shumë mirë ku qëndrojnë problemet që kanë qytetarët që merren me biznes. Po. Sipërmarrësit e vegjël. Ndërhyrja sa më pak e shtetit, kontrollet sa më pak në për subjekte. Ndryshimet në legjislacion çdo 6 muaj. Nuk arrin dot të updatojnë me një ligj se ka dalë një tjetër. Këto janë probleme që e pengojnë, e pengojnë biznesin të eqi, sidomos në sezonin turistik, në hotelet ka ndryshime në mes të sezonit. Ka ndryshime mes të sezonit? Ka ndryshime ligjesh në mes të sezonit, të kërkojnë të bësh parashikime pa filluar sezoni. Është konkretisht VKM-ja 160 që ka dalë para 20 ditësh, që i kërkon biznesit, strukturave komoduese, hoteleve, të bëjnë një vedeklarim se si do jetë 2025-a. Por me një numër të kufizuar më duket, ka bëjmë me numrin minimal të dhomave, dhe të pritësve. Po. Është taksimi në bazë të nivelit minimal. Që është vendosur. Për ne është e padrejtë? Është e padrejtë për periudhën e dimrit. Është e padrejtë. Po sigur ata ndryshojnë VKM-n 160 më pas? Po, nuk është e drejtë sepse ne kemi bërë një parashikim që është dorëzuar dje për sezonin 2025. Dhe ti mua më vjen nesër dhe më thua që kjo VKM do ndryshojë, do qëndrojë ajo që ka qenë? Kjo është pra që nuk duhet të ndryshojnë këto ligje çdo 6 muaj.
E kuptoj. Se më cënon mua si biznesmen, duke më ndryshuar ligjet çdo 6 muaj. Kjo ndodhë për gjitha nivellet e bizneseve, bizneset të mëdha, të mesme dhe ato familjare? Atëherë, biznesin e madh nuk është se ndikon shumë kjo gjë. Po. Sepse E kam tërsi, nuk e kam vetëm për këtë VKM, e kam në tërsi. Në tërsi, çfarë do lloj VKM biznesin e madh e mbron. Ai që cënohet më tepër është sipërmarrësit e vegjël, biznesi i vogël, familjar apo individual. Më kupton? Ju kuptoj, dhe ju propozoni ndërhyrje sa më të pak në shtetin tek sipërmarrësi. Po, ligje që nuk ndryshojnë çdo 2 vjet, çdo 6 muaj. VKM që dalin her pas here dhe nuk arrin dot të përshtaten bizneset me këto. Keni menduar për 11 majin si të mbroni votën tuaj? Sepse përballeni me 2 parti vigane, pra 2 koalicione të themi vigane, cilët ka një përvojë 35 vjeçare, kanë njerëzit e tyre, strukturat e tyre për të mbrojtur dhe votën. Ju jeni një parti rishtasi, partia e re. Keni njerëz mjaftueshëm për të koordinuar të paktën të gjithë procesin zgjedhor me 11 maj? Sigurisht që kemi. Ne kemi mbështetësit tonë që do jenë me ne deri në fund. Po. Sigurisht që kemi një strukturë të organizuar më së miri për ta mbrojtur votën e qytetarëve, por kemi dhe besim që drejtësia do veprojë, që do të thotë nuk do lejohet të vidhet vota e qytetarit. Dhe ne nuk do ta pranojmë, kur tha kryetari, do hapim çdo kuti tha dhe ne do t'i numërojmë përsëri, nëse ne shikojmë që është cënuar vota e qytetarit. Në këtë zgjedhje është SPAK-u, KQZ-ja, ka shumë instanca të cilët janë të angazhuara për mbrojtjen e lirisë së votës dhe mbi të gjitha numërimit, sepse është shprehje në politikë që nuk ka rëndësi votimi, por numërimi. Por për shkak se janë dhe elektronike dhe janë të mbikëqyra më rreptësisht, urojmë të paktën dhe shpresojmë që vota e qytetarit do përkthehet ashtu sikurse ai apo ajo ka votuar. Kësaj urojmë të gjithë që 11 maji të jetë një ditë e bukur për Shqipërinë, ku vota e lirë dhe e ndershme të vihet në zbatim. Ju kërkoni një mundësi, Sonja Çeçe. Partia juaj kërkon një mundësi të re. A mund të thoni banorëve të qytetit Durrësit përse duhet t'ju japin ju personalisht dhe partisë suaj këtë mundësi? Se duhet t'ju votojnë juve? Mendoj që qytetarët e Durrësit meritojnë shumë më tepër. Qyteti i Durrësit është një qytet i madh, i bukur, ka njerëz të mirë që meritojnë një mundësi për t'ia dalë vetë, për të mos u larguar fëmijët e tyre, për të jetuar këtu pranë detit në këtë qytet të bukur. Dhe pse mos na jepet mundësia ne qytetarëve të Durrësit, ne njerëzve të thjeshtë, që të provohemi, jemi të paprovuar në këto sfida. Të na jepet një mundësi ta tregojmë veten që mund t'ia dalim. Zonja Çeçe, faleminderit që ishin në Flasim Hapur dhe ju presim në episodet të tjera. Faleminderit shumë juve që më dhatë mundësinë të flas përballë qytetarëve durrësak. Faleminderit që na ndoqët, miru takofshim në episodin e radhës.